Përsëri në transmetim me ditarin e fundjavës. Inteligjenca artificiale është kthyer në një tokë fjalësh në mod. E dëgjojmë të përmendet pafund si diçka që do të transformojë rrënjësisht jetën tona. Hithtarët mendojnë se ky transformim do të ndodhë shumë shpejt dhe do të jetë i rrufeshëm. Kush është gati dhe i hipën trenit do të përfitojë. Të tjerët do të vuajnë pasojat, duke nisur nga humbja e vendeve të punës. Në anën tjetër të medaljes janë skeptikët, që shikojnë sa miliarda dollar po investohen për inteligjencën artificiale, por pa një transformim apo produkt realisht të prekshëm. Ka dhe një kategori tjetër, që inteligjencën artificiale e sheh me frikë, se mund të kthehet në një kërcënim për njerëzimin. Ndoshta, e vërteta si gjithmonë qëndron diku në mes. Për këtë do të flasim me zonën Silva Bashllari, kërkuese shkencore dhe organizatore e komuniteteve teknologjike në Shqipëri, Itali dhe Kosovë. Përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje. Atëherë, doja një prezantim sa i përket punës tuaj konkretisht. Ju njiheni për ndërveprimin tuaj në fushën e inteligjencës artificiale. Çfarë konsiston konkretisht, si mund të shpjegojmë për publikut shqiptar atë me cilën ju merreni në përditshmërinë tuaj, le të themi kështu. Po. Atëherë në fakt unë nuk jam një inxhiniere tipike në këtë sens, pra unë le të themi nishi im qëndron në jo vetëm në ndërtimin e këtyre modeleve të inteligjencës artificiale që si fjalë kështu që duket shumë mistike, në fakt janë modele matematikore që shumica prej tyre deri në 2009 mund të konsideroheshin thjesht statistik. Dhe tani janë bivendosur shumë terma, por jo vetëm kjo, por dhe në ndërtimin e kapaciteteve, zhvillimin e workshopeve, të trajnimeve, punëtorive, kryesisht me njerëzit e rinj, teknik dhe jo teknik, pasi disiplina e AI, nëse mund të quhet e tillë, se ka shumë kriza identitare, është një disiplinë më vete apo jo, ka nevojë që të ketë një lloj aksesibiliteti jo vetëm nga njerëz teknik, programues, matematician, por dhe nga njerëz të tjerë, pasi do të ndikojë shumë sfera të shoqërisë. Për një publik si ai që ndoshta na ndjek nga shtëpia dhe nuk e kupton, dëgjon fjalën inteligjencë artificiale, por nuk di si ta përshkruaj, nuk di si ta përfytyroj, ngjan si një koncept abstrakt. Inteligjenca, që gjithmonë jemi mësuar ta shikojmë se diçka humane, njerëzore, ndërkohë i shtojmë dhe fjalën artificiale. Si e ndihmojmë ta kuptojmë? Po, atëherë, emërtimi i kësaj disipline në fakt është shumë problematik edhe për njerëzit që përkasin kësaj disipline, ka shumë konflikte nëse këto gjëra që ne po ndërtojmë, pra çfarë do të ishin modele gjigante matematikore, a duhet i quajmë inteligjencë artificiale ose jo? Por e thënë thjesht, duke qenë se ka shumë mënyra të ndryshme për ta zhvilluar këtë gjë, njerëzit që ndërtojnë inteligjencë artificiale ndërtojnë modele gjigante matematikore, kryesisht të bazuar në të dhëna, ose për të parashikuar vlera numerike specifike, për shembull për të parashikuar se do të jetë çmimi i qeras në Tiranë, ndoshta ky nuk është një rast optimal për të marrë fati shumë. Është shumë i vështirë për të parashikuar kështu, të i kalon parashikimet, por ose për të parashikuar një vlerë numerike, ose për të klasifikuar fenomenet në kategori, për shembull do të jetë një huamarrje mirë apo e keqe, e suksesshme, pa suksesshme, dhe të gjitha këto janë thjesht modele matematikore që ne i shohim prej shumë vitesh. Po, duket sikur nuk ka shumë artificiale këtu, nëse janë modele... Artificiale ka shumë, çështja është ka shumë inteligjencë. Po, dhe në këtë sens, shikoj, gjithë disiplina, le të themi, përfytyrimi i imagjinatës njerëzore për të ndërtuar të tillë si ne, në një kështu koncept antropomorf, pra ne duam të shohim të tillë si vetja që mund t'i ndërtojmë vetë, mund të shkoj pas deri në antikitet. Por le të themi nisja e disiplinës është diku në vitet 50. Jemi pas luftës së dytë botërore, gjatë luftrave ndodhin shumë zbulime teknologjike, duke qenë se ka një presion të jashtëzakonshëm për të performuar dhe kush nuk performon humbet keq. Ka shumë zhvillime teknologjike dhe përpasoj periudha pas luftës është gjithmonë një periudhë shumë optimiste. Mendo, ka qenë shumë pak vite para se njerëzit filluan të lëshonin satelit, të shkonin në hënë etj. Dhe në vitet 50 ata vendosin që në një verë ne doja gjejmë anën inteligjencës artificiale dhe nisja e disiplinës është në 56-ën, është konferenca e verës në Dartmouth, ku janë disa prej figurave që njihen si baballarët e inteligjencës artificiale, McCarthy, Shannon, Minsky e tjerë, që mblidhen të financuar nga Rockefellers, për jo vetëm, dhe thonë në një verë ne doja gjejmë anën inteligjencës artificiale, kanë kaluar shumë vite dhe vera nga ajo periudhë.
akoma nuk kemi rikrijuar njeriun antropomorf, por kemi ndërtuar, nuk kemi rikrijuar inteligjencën që na ngjason, pra. Por kemi krijuar shumë modele, disa të suksesshme, disa të pasuksesshme, disa suksesin e të cilave e diskutojmë, që ne mund të numerizojmë shoqërinë, që ne mund të parashikojmë shumë më mirë, shumë fenomene dhe në precizion shumë më të lartë. Në ato kategoritë që unë thash pak më herët, i thtarët, skeptikët, apo ata që ndoshta shikojnë me droje, me një lloj frike, këtë idenë se mos ndoshta një inteligjencë e tillë kur të arrihet, nëse arrihet mund të na kthehet më pas në një problem. Frika e tyre është ajo ideja, koncepti robotëve që do na pushtojnë dhe do na komandojnë. Ti ku e gjen më shumë veten me to? Atëherë, ne kemi parë shumë filma science fiction. Dhe përpasoj frika është një motivues shumë i mirë dhe ju si një gazetar mund të dini shumë mirë që frika shet shumë dhe tërheq shumë vëmendjen se sa neutralja, ndoshta e vërteta, dhe përpasoj gjërat që janë disi të egzageruara janë ato që marrin më shumë imagjinatën. Është e vërtetë që një diskurs i tillë ekziston. Shumë njerëz sillen në këtë fushë dhe do të na pushtojë inteligjencë artificiale, jemi shumë afër asaj që quhet inteligjencë artificiale gjenerale. Pra që është e aftë të mendojë në mënyrë autonome dhe të bëjë një mori të gjerë detyrash, që thjesht detyra shumë specifike. Dhe fatkeqësisht për mua ky është një problem fals, në sensin që në aftësinë time më të mirë për të shuar se çfarë po ndërtohet dhe çfarë po ndërtojmë, ky është një problem shumë i largët, edhe pse ky diskutohet edhe nga disa persona që janë kryesorë në disiplinën tonë, por problemi më real, më i prekshëm që ka ndodhur tashmë, kur vjen puna te sistemet e tilla, dhe që janë kudo, janë ato që janë më pak interesante se sa kjo inteligjenca që do na pushtojë. Se ne flasim me ChatGPT-n, flasim me Claude-in, edhe mendojmë që vetëm ajo është inteligjenca artificiale, pra është njësuar gjithë fusha e inteligjencës artificiale, gjithë modelet matematike që ndërtohen, vetëm me ChatGPT-n dhe Claude-in, sepse këto kanë përbumin. Problemi kryesor real për mua është fakti që ne ndërtojmë modele më pak të bushme, por me shumë impakt në shoqëri, që përcaktojnë normat e kredis, normat e interesit, ti shkon të marrësh një kredi, dhe nëse deri dje sistemi, le të themi modeli mbi të cilën përcaktoi normat e interesit, ishte formula matematikore të tilla që ishin shumë transparente, tani më ne përdorim këto modele gjigante, dhe çdo bank ndërton modelet e veta të personalizuara, dhe ti nuk e kupton. Dhe as ne që e ndërtojmë nuk jemi të aftë ta kuptojmë pse modeli të ka dhënë ty një normë më të lartë interesi se sa dikujt tjetër. Po ashtu këto modele po përdoren për të skanuar CV-të e njerëzve për të punësuar ose jo. Po përdoren për të përcaktuar në vende të tjera nëse dikush ka aftësinë të rikryejë një krim ose jo, dhe po i ndihmojnë gjykatësit në procesin e vendimarrjes, në dhënien e termave të dënimit për gjatë procesit gjyqësor. Kjo ka ndodhur, është reale, ka ndodhur në SBA, ka ndodhur në vende të tjera, dhe të gjitha këto përkthehen edhe këtu, pasi ne aplikojmë për punë kudo, dhe banka tu implementojnë sistemet e inteligjencës artificiale, dhe çdo, pra është një sistem socioteknik, i cili impakton, nëse ty ti impaktohet norma jote e interesit, huamarrje, nëse të impaktohet aksesibiliteti në punë, mendoj që shumë shqetësuese, se sa në të ardhmen ato të vinë një robot me të cilin ne do dashurohemi dhe do vrasi dikë apo diçka e tillë. E kuptoj. E kuptuam nga biseda me ty që nuk ka nisur së fundmi puna për inteligjencën artificiale, ka nisur me dekada më parë. Cilat janë disa prej transformimeve që ndoshta mund të kenë mbërritur tashmë në jetën tonë reale? Nuk e di nëse ky që na dhe për CV dhe normat e interesit ishte thjesht një shembull apo po ndodh aktualisht. Dhe nuk e di këto stili e ti për shembull si le themi, nuk e di, raste të mira, le themi, të përdorimit të inteligjencës artificiale që janë tashmë realitet dhe po ndodhin. Po, atëherë këtu janë dy gjëra të ndryshme pak a shumë, pra një për fazat që ka kaluar, sepse progresi nuk është linear, nuk është se nisim në pikën 0 dhe shkojmë në pikën 100 dhe rritja është e vazhdueshme. Dhe disiplina e AI ka kaluar edhe shumë momente që konsideroheshin dimër të AI, që është pak e çuditshme ta themi kështu në shqip që disiplina dimëron, po ndoshta edhe e bukur, sepse pas optimizmit të fillestar,
nuk u arritën pritshmëritë dhe ka pasur le të themi 2 dimra të AI në të cilën nëse ti doje të merresh me këtë disiplinë nuk ishte fonde. Konsideroheshe si një person që po merrej me një nish interes, jo me diçka në shërbim publik apo diçka që realisht mund të kishte vlerë të shtuar ekonomike. Por çfarë ndodhi në 2000-shin? Interneti. Dhe interneti solli shumë të dhëna. Dhe fuqia procesuese e makinave u shtua në mënyrë të çmendur. Dhe përpasoj të gjitha të dhënat që ne kishim tani më, dhe kjo fuqia për t'i procesuar i vendos të dyja bashk dhe mund të realisht eksperimentojë me këto modele që më përpara thjesht ishin menduar. Ndërkohë që nëse duam të marrim atë çështjen, domethënë pozitive, që sepse ndoshta duket sikur po themi po janë gjithë probleme, që janë në fakt. Por nëse duam të themi se çfarë janë parë si sukseset e AI, besoj që të gjitha kanë parë faktin e suksesit që ka pasur AI në shah, për shembull, që konsideroi Garry Kasparov vetë, që është një nga lojtarët më të mirë të shahut, me imagjinatën e vet etj. Në momentin që është mundur nga një sistem i tillë, ka thënë që ka lëvizur në mënyra që ishin jo njerëzore, në sensin që nuk po luanim të njëjtën lojë. Por për te lojrave, që janë interesante, janë të bukura, por jo detyrimisht të dobishme, edhe pse mund të diskutohet, shërbimi që ka kryer AI në shkencat natyrore, në biologji, në kimi, në fizik, në zbërthimin e proteinave, në domethënë gjithë gamën e kombinimeve të ndryshme që deri më tani ne ishim të paafta bënim në formë manuale, le të themi, shumë thjesht, por me ndihmën e inteligjencës artificiale për të parë numeracione të pafundme, zhvillimet në biologji, në kimi kanë për të qenë shumë interesante. Tani, si çdo gjë, si çdo fuqi mund të përdoret për mirë apo për keq. Çfarë masash? A kemi masa ndoshta mjaftueshëm për të pasur një lloj garancie apo qetësie në thonjza se një fuqi kaq e madhe nuk do të përdoret për keq? Kjo është Mua tani ndjesë ndërpres më vjen ndërmend për shembull ato videot deepfake që qarkullojnë që janë më tepër për të goditur personazhet të caktuar të me Obama në plazh. Në rastin më të mirë. Ka në raste për shembull në Twitter Grok, modeli që përdor Twitter për inteligjencën artificiale, për shembull ishte përdorur masivisht derisa u ndërpren publikimet e videove, sepse këto personazhe ktheheshin në video lakuritësie për shembull, kështu që ishte më tepër të orientuara në dëmtimin e personazhit, imazhit publik. Shiko, problemi i impaktit të teknologjisë në shoqëri, edhe për mua dhe ky problem është disi fals në sensin që teknologjia është shoqëria. Kjo nuk ka ardhur nga askund, kjo teknologjia nuk është neutrale dhe kushdo që ka parë pak temat e sociologjisë apo temat e antropologjisë mund të reflektojnë mbi këtë gjë. Dhe pyetjen mund të ta rishtroj unë. A mendon që strukturat e pushtetit, qoftë bizneseve, qoftë qeverisë, si do ta përdorin ato inteligjencën artificiale, si do ta ndërtojnë? Ne kemi, e kuptoj shumë mirë pyetjen tënde dhe absolutisht të qëndron, por në jetën tonë jo artificiale, po e them kështu për lehtësi komunikimi, ne sigurisht në shoqërinë tonë kemi rregulla dhe norma brenda të cilave veprojmë. Pikërisht këto rregulla dhe norma janë vendosur për të shmangur abuzimet. Kompanitë private në çfarëdo lloj fushe që të jenë dhe të veprojnë, nëse i lë të lira të veprojnë pasin rregulla apo normë, sigurisht që do të shikojnë objektivin kryesor që kanë rritjen e përfitimeve dhe do injorojnë sa aspekte të tjera. Kështu që në çdo sferë të shoqërisë ne i kemi ca rregulla dhe norma. Patjetër, dhe ligjvënësi ka vepruar në këtë rast, si në nivelin e Bashkimit Evropian, po edhe në nivelin e diskutimeve që bëhen edhe në nivele të tjera, le të themi, por arsye pse e ktheva pyetjen në atë lloj forme është sepse, domethënë, nuk mendohet ajo që do doja shumë që të ngelej disi, është nuk është se ndodh kjo gjë dhe ndodhi kjo gjë në izolim. Kjo është pjesë e gjithë gjërave të tjera që ndodhin njëkohësisht dhe ajo përfaqëson frymën e shoqërisë në të cilën ne jetojmë pashmangshmërisht. Tani, për ta rregulluar me ligj, besoj që shumë njerëz mund ta kenë dëgjuar GDPR-in, e cili është një rregullatore për privatësinë e të dhënave, sepse ka shumë të dhëna, kishte nevojë për rregullatore, por vetëm pak vite, 2-3 vite pas, filloi puna për AI Actin. Bashkimi Evropian tani më ka ndërtuar AI Actin, i cili ka për të qenë është në fuqi në mos gaboj që tani, dhe 2-3 pika interesante. Nëse ti je një biznes që funksionon në Shqipëri,
Dhe pavarësisht interesave tona për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian dhe përpasoj për të integruar gjithë regulatoret e tyre, po supozojmë që ti nuk ka asnjë interes momental për të qenë për të aderuar këtyre ligjeve, ti gjithsesi në momentin që ti do procesosh të dhëna nga Bashkimi Evropian, do jesh i detyruar që të kesh një third party, si të quhet, atje i cili është përgjegjës për gjithë të procesim të dhënash sipas AI Act-it. Pse unë nevojitën 2 rregullore? GDPR-i sa doli, pastaj direkt AI Act-i dhe ka pasur ka shumë debate, ndryshime, sepse ishte i pamjaftueshëm, sepse kush është problemi me AI? Problemi me AI nuk është vetëm sepse janë ka shumë të dhëna. Pra shqetësimi im nuk është që do vej punojnë si OpenAI, e do shikoj bisedën time si Silva me ChatGPT-n, edhe nuk e di, nëse kjo bluza shkon me këtë fundin, apo këtë di unë çfarë ishte pyetja e fundit që unë të kem bërë. Problemi shndron klasifikimi i njerëzve në totalitetin e shoqërisë, grupimi i njerëzve, siç thash. Për shembull, është shumë e mundur që nëpërmjet të dhënave masive që ekzistojnë, të grupojmë një set njerëzish si të pa informuar financiarisht. Dhe përpasoj të japim kushte më të këqija se sa njerëzve të tjerë. Kjo është diskriminim, unë po të diskriminoj në bazë të dijes, po ti e ke shumë të vështirë ta vërtetosh, sepse çdo bank ose çdo ent mund të ndërtojë sistemin e vet. Kështu që GDPR ishte i pamjaftueshëm, sepse problemi nuk është vetëm tek marrja e të dhënave. Problemi qëndron te procesimi dhe klasifikimi që bën AI. Dhe AI Act-i çfarë bën? Ndërton 4 kategori. Një kategori që thot high risk, risk shumë i lartë, nuk lejohet të ndërtohet asnjë sistem i tillë në Bashkimin Evropian. Janë dhe 3 kategori të tjera, unacceptable risk, dhe pastaj e dyta është high risk dhe 2 të tjera. Ajo që është një risk i papranueshëm nuk lejohet të ndërtohet. High risk ose risk i lartë ka, sepse po i mendoj dhe po i përkthej njëkohësisht, ka disa kushte shumë specifike që ti duhet të ndjekësh procedura etj. Dhe janë dhe 2 kategori të tjera që janë pak më të lehta. Dhe ti e klasifikon sistemin tënd në njërës prej këtyre kategori dhe përpasoj ti ke detyrimet e caktuara. Tani, kush është problemi që lind nga kjo gjë? Problemi i kategorive statike është ti mund të thuash që po shiko se sistemi im nuk është tamam te kjo, është më shumë te kjo. Ndërkohë që me GDPR-in ti si zhvillues kishe për detyrë të reflektoje për atë që po ndërtoje, ta vetë klasifikoje dhe pastaj të veproje proporcionalisht edhe në varësi të ligjit. Pra, janë bërë disa ndryshime, janë këto dy rregullore. Ka dhe një aspekt tjetër, nëse lejon që teknologjia avancon me një ritëm shumë më të shpejtë se sa legislativi mund t'i përgjigjet ose mund t'i kundërpërgjigjet. Patjetër, dhe kategoritë statike prandaj janë pak problem sepse duhet të vesh në një rast pas rasti sesa në disa grupime kështu gjenerike që mund të thuash nuk është tamam këtu dhe këtu. Por ekziston një listë, për shembull, çfarë konsiderohet risk i papranueshëm, çfarë konsiderohet risk i lartë, të cilin ka të drejtë ta amendojnë entet specifike të Bashkimit Evropian. Kështu që e kanë paraprir, por është shumë e vështirë kur ti ndërton kështu kategorizime të tilla. Por ekzistojnë ligje, pra nuk është se kanë thënë të bëhet çfarë të bëhet dhe flasim pak për këtë idenë që inteligjenca artificiale do të transformojë rrënjësisht tregun e punës. Ka shumë njerëz që besojnë në fakt në këtë sens. Ti në fillim të bisedës dhe unë jam inxhiniere. Nuk e di nëse ndoshta ky sens transformimi ka nisur tashmë fal inteligjencës artificiale apo krijohen, është pjesë e pyetjes time, profesione të reja në këtë sens, a ka hapësirë ndoshta të krijojnë profesione të reja, sepse në idenë tonë fjala inxhinier ndërtimi, inxhinier mekanik, ndërkohë që në të rest, inxhinier është komplet në një sferë dhe një fushë komplet tjetër. Unë po marrë lirin të amendoj atë që thash në fillim, do thëja inxhiniere aksidentale, në sensin që intereset e mia kanë qenë gjithmonë në fenomene sociale dhe përpasoj e kam parë këtë si fenomenin social më të madh dhe janë futur pjesës kompjuterike dhe matematikore për ta kuptuar gjithmonë në këtë kontekst. E ardhmja e punës është gjë që na shqetëson më së shumti, pasi puna është, le të themi, një nga dimensionet kryesore të organizimit shoqëror. Dhe nëse në mendimin tim të thjesht, nëse duhet të punosh në të ardhmen për të jetuar, ka për të qenë pak e vështirë, sidomos në të ardhmen e afërt. Po marr një rast shumë të thjeshtë. Të gjithë për të kuptuar të ardhmen kthehemi tek e shkuara, vështirë të shkojmë diku tjetër. Dhe në revolucionin e parë industrial, frikrat ishin të njëjta, të ngjajshme etj. Dhe të gjithë përdorin këtë argumentin që shiko se jeta u bë shumë e mirë, ja ku jemi shumë më mirë se më herët, por harrojnë të gjithë çfarë ndodhi ndërmjet. Dhe ajo ndërmjet mund të jetë një hapësirë shumë e gjatë kohore. Nga momenti
moment që njerëzit kaluan nga hapësirat feudale dhe puna në tokë etj. Në hapësirat e organizimit në qytete, në fabrika etj. Kanë kaluar rreth 100 vite ku jeta në fakt u bë më e keqe. Sipas shumë metrikave, që nga gjatësia mesatare, keq-ushqyerja etj. Dhe prandaj dhe libri po them shpesh e të tjerë se ka shumë të tjera për të thënë, po nëse doni një rast emblematik, Charles Dickens, që nis ato ishin kohërat më të mira dhe kohërat më të këqija, sepse vërtet të tilla ishin. Kështu që hapësira e tranzicionit mund të jetë shumë e gjatë, dhe 100 vjet janë goxha gjatë. Për sa i përket AI tani, nuk e dim se ku do të shkojë kjo punë, për arsye sepse nuk ekziston një konsensus mes ekonomistëve më të mirë. Për shembull, Daron Acemoglu, një nga fituesit e çmimit Nobel për ekonomi së fundmi, thot pikërisht të gjë që progresi nuk është automatik, edhe duhet të kemi institucione shumë të forta që ta orientojnë këtë gjë. Kampi tjetër thot jo, sepse të njëjtat frika kemi pasur më herët, e kemi parë çfarë ka ndodhur, kështu që ata nuk janë dakord jo vetëm për çfarë do ndodhi në të ardhmen, por janë dakord as për çfarë po ndodh tani. Për shembull, apo zakonisht teknologjitë e reja të krijonin hapësira të tilla që ti nëse edukoheshe më tepër, nëse shkoje në shkollë, bëje kurse të specializuara etj, ti ishe në pozicion më të mirë. Dhe përgjigja këtu ishte shumë e thjeshtë. Edukoj njerëzit, trajnoj njerëzit dhe do jenë në rregull. Dhe kjo ka qenë deri më tani. Ka disa që thonë kjo nuk është situata për momentin, pasi punët që po ikin nuk janë as punët e shërbimit, pra punët rregullimi i diçkaje, shërbimi i kafe, sepse është shumë e vështirë për një robot që të përgjigjet në situatën si e kemi ndërtuar në lokalin, barin, shoqërinë, do duhet të rindërtonim, të ristrukturonim komplet sistemin e transportit, fabrikat për t'i bërë të operueshme nga robotët. Kështu që roboti nuk mund të presë lule, nuk mund të laj pjata etj. Ato punë janë okej. Jamën okej dhe punët e menaxherëve të lartë, e njerëzve të hiperspecializuar. Dhe gjithë klasa e mesme që ka bërë punë të tipit shërbime financiare të thjeshta ose punët e programuesve, punët e thjeshta, tasket e thjeshta, këto tani më janë disi në rrezik. Një ndihmues i një avokati për shembull, ose një person që është punë zyre, pra ajo puna e zyrës që mori gjithë Europën perëndimore dhe e ngriti financiarisht, domethënë nëpërmjet edukimit. Dhe kjo është pastaj e frikshme, po ikën klasa e mesme ti krijon një shoqëri shumë të disbalancuar. Nuk e dim çfarë do ndodhi. Unë si gazetar kam gjithmonë tendencën që ta thjeshtoj në maksimum që ata që na ndjekin nga shtëpia të mund edhe të na kuptojnë. Në këtë ide në transformimit të botës së punës, unë të paktën evidentoj le të themi dy ekstreme, gjithmonë në sensin që po mundohem ta thjeshtoj. Njëri ekstrem janë ata që mendojnë do mbyllen profesione, do hapen profesione të reja, kush përshtatet, lumsi ai që vepron direkt. Këta njerëz që kanë këtë qasje mendojnë që kush ende nuk e ka nisur një profesion do duhet mendoj me sytë e të ardhmes që të ketë një profesion që të jetë AI friendly. Ndërkohë që ose përndryshe do të humbë bazën e punës, do të jetë në krizë ekonomike etj. Në krahun tjetër shikoj njerëz që besojnë më shumë se inteligjenca artificiale do të jetë diçka që do të na ndihmojë të gjithëve në aspekte të ndryshme të le të themi punëve që kryejmë, por pa na hequr nga puna, le të themi pa mbyllur domosdoshmërisht çdo vend pune, por do na ndihmojë që me më pak mund të kemi më shumë produktivitet dhe ndoshta të na lejojë që të kemi një balancë mes jetës private dhe jetës profesionale më të mirë. Ti ku anon mes këtyre dy ekstremeve më shumë? Kush të duket më realiste? Do donim shumë që gjërat ishin kaq të thjeshta, normalisht do thoshim do jemi mirë, thonë të dalë të jemi shumë ta thjeshtoj. Por fatkisisht, domethënë ne kemi nevojë të thjeshtojmë gjërat, se nuk mund të mendojmë në detaje për çdo gjë, është shumë e lodhshme, domethënë dhe ne fokusohemi në profesionin tonë, shohim atë në detaje, por po ta kthej disi mbrapsht në këtë sens për të thënë që imagjino nëse ty si gazetar unë të thoja, a është më e thjeshtë që të tregosh çdo të dhënë personale të mundshme sepse ti ke detyrë të raportosh të vërtetën, apo është më e thjeshtë që ta bllokosh sepse mund të dëmtosh publikun. Pra në diskursin e famshëm në gazetari drejta e informimit dhe drejta e privatësisë. Varet. Pikërisht. Kështu që dhe këtu fatkeqësisht përgjigja është varet. Por varet sepse ne nuk është një periudhë shumë delikate. Gjëja e vetme që është e sigurt është që duhet patjetër që të ketë një informim sa më të gjerë për këtë gjë. Inteligjenca artificiale nuk duhet lënë vetëm teknicianëve,
sepse ata po ndërtojnë sisteme që impaktojnë çdo gjë, që nga gazetaria, si shpërndarjet informacioni, siç e përmendët ju me deepfakes, tek ekonomia etj. Dhe duhet patjetër që ta demistifikojmë si fush, t'i lejojmë njerëzve aksesibilitet, në mënyrë që të kenë një lloj informacioni, siç kishin njerëzit në mbaj mend në 90-ën, kam gjetur një letër të babait tim që ka bërë një kurs për Wordin. Dhe tani duket diçka kështu, të bësh një kurs për Wordin, çfarë sensi ka? Ti e mëson si fëmijë në shkollë, më kupton? Do jetë e njëjta gjë pas shumë vitesh. Kam bërë domun se babai jot një kurs për Wordin. Jo. Por nuk e di çfarë moshë është babai. E ke bërë në shkollë? Jo, privat. Ka qenë për fillimin e viteve 90. Okej, për te kësaj. Por ideja shëndron që duhet i lejojmë njerëzve aksesibilitet që ta kuptojnë nga disiplina të ndryshme, që pastaj të kuptojnë se çfarë mund të integrojnë dhe çfarë jo, dhe çfarë do lind tjera, sepse do lindin shumë gjëra të reja. Nëse mund ta mbyllim me një rast nga e kaluara, në momentin që u shpikën ATM-t, që mua nuk po më vjen në shqip se si quhen. ATM-t referuar aty ku të rreqin parat? Bankomati. Bankomati, po, që nuk është as kjo në shqip, por shkojmë atë. Këtë përdorim si fjalë. Në momentin që u shpikën bankomatet, bankierët ishin shumë, domethënë ishte një tension i jashtëzakonshëm, sepse çfarë bënte bankieri deri në atë moment, vetëm numëronte lekët. Nga ai moment e tutje, profesioni bankierit ndryshoi, jo vetëm personi që numëronte lekët, por që ofronte shërbime financiare, të cilat mund të ishin shumë problematike, por të cilët ndërtuam shërbime dhe të kaluam këto si profesione. Dhe përpasoj, nëse marrim të paktën numrat real, jo numrat jo të përshtatur me totalitetin e popullatës, numri i njerëzve që merren me finance me bankurit. A ka diçka që mund të bëjnë bizneset në këtë sens? Kudo në Shqipëri, sepse në Shqipëri jemi, nuk e di nëse kapacitetet tona në këtë sens mund të kërkojnë dhe ca shpenzime financiare, po a ka diçka që bizneset mund të bëjnë për të përshtatur dhe për ndihmuar ndoshta dhe punonjësit e tyre që të përshtaten me këtë botë të re? Gjëja më minimale është pikërisht trajnimi në atë që quhet AI literacy ose alfabetizëm i AI. Dhe jo vetëm në përdorim. Përdorimi është një gjë dhe është patjetër i nevojshëm, por edhe në ndërtimin e modeleve të vogla të thjeshta, se si funksionon automatizimi i taskeve të caktuara, dhe gjithmonë me një vizion që këto gjëra që po ndërtojmë a kanë ndonjë vlerë të shtuar, sepse çdo biznes është një presion të jashtëzakonshëm tani të integrojë AI-n. Por jo detyrimisht kjo përkthehet në përfitime për ta. Kështu që kjo ngelet për të parë, por informimi është linja bazë. Dhe sidomos për bizneset që janë jashtëzakonisht të mëdha, që kanë edhe një share të tregut shumë të lartë, ata detyrimisht duhet mendojnë edhe për totalitetin e tregut, jo vetëm për ta si biznes, që informimi është gjë bazike, edukimi si punonjësve, si klientëve. Dhe më pas shohim. Miqtë e mi që ishin në dijenit kësaj bisede që do të zhvillonim së bashku, më kërkuan, ata janë të interesuar kryesisht dhe kanë aktivitetin të fokusuar në çështjet sociale, më kërkuan të pyesën nëse inteligjenca artificiale ka rrezikun t'i thellojë këto që ne konsiderojmë i njohim si pabarazi sociale, apo mund të ndihmojë në mbylljen e këtij boshllëku? Po, ka rrezikun t'i thelloj pabarazit sociale pikërisht për atë që po thoja më herët, që pra po kërkojnë gjithnjë më tepër shërbime që nuk kërkojnë aftësi shumë të larta analitike, siç është, nuk e di, rregullimi i tavolinës etj. Dhe janë gjithmonë më tepër në avantazh njerëzit që janë menaxherë të lartë ose le të themi drejtues të skuadrave që kanë nevojë të punësojnë shumë më pak njerëz. Nëse ti punëson shumë më pak njerëz, ti përpasoj ke nevojë të paguash shumë më pak sigurime sociale, ke nevojë të paguash shumë pak sigurime shëndetësore, më pak rroga. Në të gjithë e dim që për një biznes ndërkostot më të larta janë rrogat. Përpasoj fitimi është shumë i madh dhe ti ke një ndasi në shoqëri. Kjo ekziston të paktën sipas një prej teoricienëve ekonomik që aderon në këtë pikpamje. Por nga ana tjetër, informacioni është më i gjendshëm, apo jo, është një diskutim që është bërë për internetin, do mbyllen paparazzi çdo gjë që në internet, lexoje, informohu. Kjo është e vërtet, por aksesi është rritur informacioni, por a është informacioni dije? Nuk është të krijon iluzionin e dijes. Unë mund të ulem tani dhe t'i them, t'i kërkoj ChatGPT-s të më japë informacion për proceset e detajuara kimike, se si, ku ta di unë, një buskush mund të dëmtojë shëndetin. Ajo më krijon iluzionin e dijes. Unë mendoj që dijen e kam të prekshme, dije kuptoj dhe i them a thuaj shkurt, dy fjali se nuk kam kohë. Por nga ana tjetër, unë e kuptoj atë që thua ti, por nga ana tjetër janë ata që flasin për YouTube University,
Janë gjithë të videot e famshëm në YouTube që gjenë se si bëhet kjo, si ndërtohet kjo. Aspekte nga më të ndryshme të jetëve tona. Unë këtu është çështja tek universiteti si institucion pastaj. Universiteti, jo në sensin formal të gjës. Kjo, domethënë, ajo që po themi është përderisa kemi YouTube University, çfarë na duhet University në sensin e institucionit. Universiteti te kalon dhënien e informacionit, universiteti formson, universiteti krijon dije, dia nuk është informacion, ti informacionin e ke. Unë mund të dëm ty një informacion, por unë përdor një gjuhë shumë specifike sepse jam mësuar të lexoj këtë gjëra për vite dhe vite të tëra dhe të reflektoj mbi to. Madje dhe universitetet shumë shpesh mendoj që duhet i kthejnë provime në provime me gojë tani, në mënyrë që mos të zaptohen nga kjo që prodhon ChatGPT-ja çdo gjë dhe dorëzohen provime se etj me ChatGPT. Por nga ana tjetër, për persona që mund të mësojnë në formë autodidakte, është fantastike. Por nuk është një dije kontrolluar. Informacioni që ty të vjen në ChatGPT në cloud mund të jetë shumë i pasakt. Pra, duhet të kuptojmë diçka. Çfarë bën ChatGPT-ja? Në momentin që unë jap një fjalë, ajo parashikon cila duhet të jetë fjala pasrence me probabilitetin më të lartë të mundshëm. Pra nuk e kupton fjalën, nuk kupton semantikën e fjalës, thjesht parashikon fjalët njëra pas tjetrës në varësi të gjithë fjalëve në internet, se cila është fjala pasrence që ka më shumë probabilitet të jetë aty në këtë kontekst. Pyetja e fundit se më duhet që ta mbyll. Patjetër. A jemi në një AI bubble, një flusk referuar gjithë atyre miliarda dollarëve që thamë në fillim që po investohen. Ka shumë njerëz që bëjnë krahasime me atë që konsiderohet si .com bubble në historinë amerikane, thjesht për të rikujtuar teleshikuesve për çfarë bëhet dhe të Europës, sakt. Fundi i viteve 90, fillimi i viteve 2000, kur mendoi që interneti do të transformonte çdo gjë, u hodhën para pafund, por u panë që nuk mjaftonte një faqe web online që mbaronte me .com për të rritur produktivitetin, për të transformuar botën e punës, prodhimin etj. Sigurisht që ky transformim përmes internetit erdhi, ne thamë se si interneti më pas ndihmoi dhe vetë inteligjencën artificiale, por ka shumë njerëz që mendojnë që e njëjta rrugë me logjik do ndodh dhe me inteligjencën artificiale, nuk mund të jetë diçka e magjishme që ndodh për një herë, por do dojë kohën e vet, do të jetë diçka që do të shtrihet. Kështu që për të kthyer te pyetja, mendon se jemi në një AI, askush nga ne të dy nuk është ekspert ekonomie, por me nuhatin tënde, çfarë të thotë nuhatja jote? Nëse duhet 3 minuta për të bërë një pyetje. Për t'ia shpjeguar të rishikuesve. Përgjigjja do jetë pak më e gjatë. Por për ta mbyllur shumë shkurt, shumë thjesht dhe përpasoj plot me gabime që do duhet i pranojmë për shkak të thjeshtëzimit. Dy krizat e fundit ekonomike që kemi pasur ka qenë pikërisht ajo që përmendet ju .com bubble, si dhe kriza 2008-s që besoj që e njohin të gjithë pak më shumë, që ishte kriza e huadhënieve të këqija për sa i përket bankave, duke mos marrë parasysh rrezikshmërinë e lartë dhe përpasoj që preku gjithë shoqërinë. Bubbles mund të ketë pafund, por problemi qëndron se në momentin që ato shpërthejnë nëse janë të tilla, sa i gjerë do të jetë impakti i tyre. .com bubble, kriza e faqeve të faqeve web që më vonë u bën të suksesshme, për shembull një nga pararojat e Amazonit, në fakt ishte konceptuar që atëherë, por ato ishin pa model biznesi, nuk kishin të qarta se si do të kishin fitimprurje. Ndërkohë që kriza e 2008-s ishte gjigante dhe impaktoi aq fort, sepse pikërisht ato ishin huadhënie që bankat më pas i kishin marrë diku tjetër, dhe ajo shkatronte komplet pjesën ekonomike. Tani bankat janë shumë të përgjegjshme, se sa mund të kesh atëherë, ka institute qendrore që supervizojnë punën e bankave qendrore, punën e brancheve të tjera, është shumë e vështirë që thjesht të kesh huadhënie të rrezikshme. Mund të ketë një bubble dhe sidomos sepse janë krijuar shumë kompani nën kontraktore, për shembull, çfarë thamë që duhen qipa për të procesuar çdo gjë dhe duhen kompani që ndërtojnë modelet. Dhe këto ndërtojnë nën kompani që huazojnë 10 qipa, unë i marr, unë përdor modelet dhe janë thjesht 3-4 aktorë që ndërtojnë nën kompani që pastaj i marrin dhe i kalojnë tek njëri tjetrit dhe është si një lloj qarkullimi i mbyllur. Kjo është diçka që krijon një lloj alarmi. Nga xhepi tjetër, por është një qarkullimi po të njëjtës shumë parash. Dhe nëpërmjet të njëjtëve aktorë, që pastaj kanë të aftësinë edhe të orientojnë edhe tregun.
sigurisht është shumë e qëndërzuar ndaj AI, kështu që kjo e bën pak të frikshme, dhe huamarrja e këtyre aktorëve nuk është detyrimisht vetëm nga bankat, por edhe nga disi institucione financiare hibride, që është pak problematike të dimë nëse ata i bëjnë të gjitha kontrollet e duhura për fitimprurjen pas rence të kësaj gjëje. Por nëse do të ketë, pra, nëse ka një bubble ose jo, është e rëndësishme, por është më pak e rëndësishme, më shumë e rëndësishme është sa shkatrimtare do të jetë ajo në momentin që shpërthen, nëse shpërthen. Duket të kërkuar ndjes për faktin që me pyetjen e fundit të nxorra nga fusha jote e ekspertizës, ti gjithsesi dole mjaft mirë, nuk më mbetet Silva Bashllari vetë se të të falenderoj për kohën që na dedikove, ishte shumë kënaqësi biseda me ty. Edhe me ty. Faleminderit. Ne do të shkëputemi, pas pak është edicioni i lajmeve, ndërkohë që pjesa e dytë e ditarit të fundjavës për ditën e sotme kthehet në orën 14.